Thuhet që e ndërton trupin e ngjajt deri te koka, mandej në kokë është një shpjegim, është një shpjegim që ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Zoti i Madhërisht e ka krijuar njeriu me dorën e vet. Nuk është një shpjegim që erdhi nga pejgamberi, siç të ka mashtruar shejtani yt, po xho, sepse ju dhe ndjekësit e juaj të sektit Hanefi, kur flisni kështu mendoni se bëhet fjalë për hadith apo jo. Mirë, po nuk është shpjegim, nuk është hadith, është ajeti 75 i surës Sad të Kuranit. Apo jo, xhallar. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Teni të sigurt se nuk nxjerri asgjë nga konteksti, nuk ma lejon misioni imami shqiptarëve. Të tjerat s'ka flet, vetëm të regojnë misionin e tij të shejtonit si agitatori i kombit të Sultan Mahmutit. Asgjë më shumë, të gjithë këta të Sultan Mahmutit janë të njëjtë sa herë që flasin kundër Kuranit, kundër lirisë, kundër besimit. Dhe kjo është rezultat sepse janë mendje më dhënj, dhe jetojnë me bindje se janë hisetar në pronën e Ilahit. Ky është viktim e shërbimeve të huaja. Ky nuk e di se kur e thirrin në qendrat islamike të Evropës, janë duke e thirrur shërbimet slave, me theks të veçantë shërbimet serbe dhe maqedonase, pasi që shumica e qendrave islamike me shtojcën shqiptare dirigjohen nga shërbimet anti-shqiptare në Evropë. Pse e thirrin? E thirrin se ka lotin e mirë mashtrues, me arrit mendjen se dit diçka. Mirë po, ky është vetë mjerimi, nuk i ka dy lidhje me Kur'an, por merr guximin me kërcënuar shqiptarët dhe shqiptarin tonë si fe në emër të sektit të tij Hanefi, të muslimanizmit suni në mjediset shqiptare.